Drejtoria e rajonit Qendërlindje vijon punën për mirëmbajtjen dhe pastrimin e akseve rrugore në juglindje të vendit. Aktualisht ndërhyrjet janë përqendruar në segmentin Petrush-Grabovic, në aksin nacional Korç-Pogradec, ku po kryen punime për pastrimin e territorit, largimin e mbeturinave dhe sistemimin e bimësisë anës rrugës. Punojësit e mirëmbajtjes po angazhohen për të garantuar një mjedis më të pastër dhe kushte më të sigurta për qarkullimin e automjeteve, ndërsa bëhet me dije se puna do të vijojë edhe në akse të tjera rrugore të rajonit. Momentalisht po punojmë në aksin nacional Korç-Pogradec, po përveç pastrimit të mbeturinave përgjatë rrugës, po marrim masa tani për prerjen e shkureve dhe kastritjen e pembe përgjatë rrugës anësore dhe për sheshpushimet e autobusave për të patur më shumë shikueshmëri, për të parë më shumë sinjalistikën rrugore. Ka shumë vende që tani është edhe sezoni që fillojnë çelin edhe shkuret dhe barrat e egra, kështu që detyrimisht prerja e tyre është e domosdoshme për fushpamjen e rrugëve. Rryerjet e tjera ku do vijojnë më pas, përveç rrugës së Çoravës? Kemi dhe rrugën Korç-Kapshticë, Korç-Ersek, në gjithë qarkun puna mbulon. Rushani ndërkohë bën apel drejtuesve të mjeteve dhe qytetarëve që të kontribuojnë në mbajtjen pastër të mjedisit, duke shmangur hedhjen e mbeturinave përgjatë akseve rrugore. Sipas tij, mirëmbajtja e vazhdueshme e territorit ndikon jo vetëm në estetikën e rrugëve, por edhe në rritjen e sigurisë për përdoruesit e tyre.